process all the time. Kush janë ekspertët që Të nderuar miq të Rretërisë, përshëndetje dhe mirë se takohemi në emisionin 104.1 në pazitën e rregull këtu në Radio Televizionin Iliria. Tashmë jemi në përfundim të shkollës apo të mësimit në shkollat fillore dhe të mesme apo të klasave të 9-ta e kështu me radhë, por do të flasim për testin e maturës, arritshmërisë në Kosovë, gjendja e arsimit në Kosovë përgjithësi, pastaj cilat fakultete në forme kanë krizë për pranimin e studentëve në qenë se s'ka interesim, cilat kategori më shumë i duhen Kosovës, këto dhe shumë të tjera që lidhen me arsimin në pika të shkurta sigurisht, do të mundohemi të diskutojmë bashkë me Argjend Osmani, ekspert i arsimit. Të nderuar, përshëndetje me serdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Për gjendjen aktuale të arsimit në Kosovë pra u diskutuar pak a shumë në shumë media, por neve po japim pak më shumë theks veçantë çështjes së testit të arritshmërisë ose testit të maturës. A është testi i maturës një tregues real, në fakt i njohurive të nxënësve? Kur po them këtë sepse po shohim nxënësa apo nxënëse që kanë kaluar vazhdimisht me pesë, kanë qenë të suksesshëm në test maturës, po dalin me dysh me suksesshëm se sa kjo ose ajo me pesë. Po mbajtja e këtyre dy testeve, pra atij të arritshmërisë dhe testit të maturës, padyshim që reflektojnë gjendjen në të cilën gjendet përgjithsisht mund të themi sistemi i arsimit. Andaj edhe mbajtja aty në parregullësitë, sfidat dhe problemet që shfaqen nuk janë të rastishme, ato janë një formë rrjedhoje gjithë asaj që ndodh në sistemin e arsimit, kurse ne, siç e dimë, për fat keq kemi një gjendje mjaft të rënduar, kemi probleme të akumuluara ndër vite, kemi papërgjegjësi të aktorëve politik për të marrë dhe për të kontribuar në zbutjen e gjendjes e pastaj për të vënë të themi punët në binar e kështu gradualisht të ndikojmë në zhvillimin e sistemit të arsimit. Pra sipas testimeve ndërkombëtare që Kosova merr pjesë, ne vazhdimisht dalim me probleme të theksuara dhe jemi gjithmonë në fund të listës, siç është për shembull në mbajtja e testit PISA. Kjo nënkupton që edhe vetë mbajtja e këtyre testimeve, pra atij të arritshmërisë dhe testit të maturës, shoqërohet me parregullsi të mëdha, shoqërohet me kopjim shpesh edhe të përmasave industriale, shpërndarje të testit përmes platformave online, krijimin e grupeve brenda një komuniteti të caktuar, rrjedhje të informacionit dhe një mungesë e theksuar e sinqeritetit akademik, pra njihet si term në terminologjinë dhe në shkencat që mirën me studimin e problemeve në arsim, por kjo nuk po luftohet dhe nuk po kemi faktikisht vullnet të mjaftueshëm politik që të përballemi me problemet që po na shoqërojnë dhe shkohen nga ajo që të improvizohet, shkohen nga ajo që problemet të mbulohen disi që mos të del që në mandatin ton janë evidentuar këto parregullsi ose sfida, ndaj edhe Pra po mbulohen në fakt formë. Po, kjo është improvizim gjithçka. Edhe vetë mbajtja e tyre me një fjalë nuk është shpreh atë ta themi nivelin real të shkallësive dhe të njohurive dhe shpesh ndodh ajo që e përmendje kur nxënësit me sukses të dobët për shkak që kanë pasur qasje në informacion, kanë mundur të kopjojnë, edhe kështu ka ndodhur që ata dalin shumë më mirë se nxënësit. Që përvije testi i arritshmërisë ose i maturës, pra nuk është tregues real i njohurive të një nxënësi. Po nuk është tregues real, por në anën tjetër asaj që e tregon ose problemet që përcjellen çdo ditë. Në anën tjetër duhet kuptuar se është i domosdoshëm për shkak të standardizimit dhe duhet ta kuptojmë që në sistemin sistemi arsimor i Kosovës i referohet rregullave, legjislacionit dhe normativës së vendeve të Bashkimit Evropian për të qenë në pajtueshmëri dhe që pastaj diplomat tona të mund të pranohen. Përndryshe do të kishte pasur probleme. Andaj po flasim sidomos për testin e maturës, është një formë obligative në mënyrë që të kemi mobilitet të studentëve dhe që të mund të studiojnë në universitetet. Ka nevojë për të reformuar mënyrën e testimit. Po ka nevojë të promovohet dhe të punohet shumë në
atë që përmenda më herët në ngritjen e sinqeritetit akademik, që vetë nxënësit, prindrit, mësimdhënësit, shoqëria kosovare në përgjithësi, por edhe strukturat politike, të janë të vetëdijshme se është e nevojshme të kemi masa më strikte, të kemi një testim real dhe që ata që dinë të kalojnë me rezultate më të mira, kurse këta që nuk dinë faktikisht të arrin atë që arrin. Por mu më vjen keq të përmendi, por ka pasur raste të shumta që janë zbuluar në të kaluarën, që ka pasur rrjedhje të informacionit. Këto nuk janë bërë për njerëzve të zakonshëm, sepse ata këto informacione nuk i kanë pasur në dispozicion, por janë bërë nga njerëz që faktikisht kanë qenë në sozat e institucioneve tona, para së gjithashtu nga Ministria e Arsimit, pastaj edhe nga niveli lokal. A është i drejtë sistemi aktual i pikëve momentalisht që është kë? Pra, sistemi i pikëve të atyre që i kalojnë ose nuk kalojnë, pra duhet të ketë këtë rast një vlerësim më tjetër më ndryshe? Po pa dashur të tingëlloj pesimist ose pa dashur që t'u humbi shpresat të rinjve tonë, se unë mendoj që kemi një rini shumë të mrekullueshme dhe me të vërtet të interesuar, por fajin kryesor e kemi ne të rriturit, në veçanti strukturat politike. Liderët politikët faktikisht shumë pak, mos them as pak, janë interesuar që t'u përmirësojnë kushtet nxënësve dhe mësimdhënësve, që ata të kenë mundësi që shkallësitë dhe aftësitë e tyre ti përmirësojnë dhe të zënë më shumë në kuadrët e sistemit arsimor, dhe ne vim tash në një situatë kur pragu i kalueshmërisë është vetëm 40%, që nuk e keni në vende tjera, për shkak se gjithmonë pragu i kalueshmërisë është 60% në përprovimet në universitetet, në institucionet tjera, kurse tash mjafton që të kalohet edhe me vetëm 40%, që tregon se kjo shpërfaq një problem më të thellë, shpërfaq mungesën e vizionit, shpërfaq dëshirën që të mos i rrëzojmë studentët dhe nxënësit në provim, por të shtiremi se gjithçka është në rregull dhe të shtiremi se jo megjithatë dini mjaftueshëm, por që pastaj ata kur dalin në tregun e punës do ta shohin që me të vërtet pas kanë pasur mungesa të shkallësive dhe sa po si don këtë rast teknologjia. Kemi domethënë inteligjencën artificiale që përdoret shumë, por njëkohësisht kemi një pjesë të rinisë që ai thot ose ajo, pra i ka punën e siguruar. E kryti apo nuk kryti shkollën fillore apo të mesme, apo edhe fakultetin, e ka një punë të siguruar përmes avancimit të teknologjisë. Këtë rast kjo sfidë që nuk është sfidë në Kosovë, është sfidë globale. Sa për mund të më menaxhu këtë rast nga ekspertët e arsimit, nga njerëzit e arsimit, sepse në forme po i hub vlera kushtimet e shkollës, po i vlera arsimtarit, profesorët, siç e shohim shumë video të bullizimit, mos respektit të arsimtarit, profesorëve kështu me radhë. Unë nuk mendoj që problemi kryesor i sistemit të arsimit është aplikimi i teknologjisë informacionit me qëllim të avancimit të cilësisë. Përkundrazi, unë mendoj se kjo formë e aplikimit është e gabuar dhe kryesisht në bazë të ulëmtimeve që janë realizuar, ka rezultuar që kryesisht nxënësit kanë shkallësi dhe aftësi për të përdorur këtë lloj të teknologjisë për qëllime argëtuese. Pra janë mjaft të zot që të kërkojnë ku ta diun ndonjë këngë ose ndonjë artist ose diçka, por kur vjen puna të filtrojnë dhe të marrin informacione që janë të ndërlidhura me shkencën, atëherë aty çalojnë. Ata janë më shumë njerëz të estradës, veturave të shtrenjtë, lojtarëve të shtrenjtë, por jo edhe të shkencës apo. Po ajo aty deshta të dalë që faktikisht aplikohet me qëllime argëtuese. Dhe kjo nënkupton edhe përdorimin e rrjeteve sociale për të parë video virale që jo domosdoshmërisht kanë ndonjë vlerë, por përkundrazi në shumë raste ato nuk kanë asnjë vlerë as në krijimin e personalitetit të tyre, as në inteligjencën e tyre emocionale, sociale,
apo edhe të përgjithshme, por thjesht janë për argëtim. Pra, inteligjenca artificiale për dallim prej qasjes ndoshta që në Kosovë mendohet që duhet të bllokohet ose duhet të mos lejohen fëmijët ta përdorin ose edhe të rritë studentët në universitetet prestigjioze dhe në sistemet e avancuara të botës, ajo aplikohet, por me kontroll që faktikisht të krijojë një lloj filtrimi të informatave për shkak se kemi mjaft informata të rrejshme, jo të sakta, dhe kjo faktikisht ka sjellur një risi mjaft interesante. Mos të gabojmë ne si shoqëri kosovare që do të mund ta ndalim inteligjencën artificiale dhe themi sikurse që po i ndëgjoj disa që unë jam në gjendje si mësimdhënës ta identifikoj një tekst të shkruar me inteligjencë artificiale. Përkundrazi, ne duhet të ecim me trendin, ne duhet që mësimdhënësit dhe personelin e sistemit tonë arsimor ta trajnojmë dhe t'ua tregojmë të mirat dhe dobësitë që ka aplikimi i kësaj inteligjence, por që domosdoshmërisht ata duhet ta kuptojnë që revolucioni i ardhshëm në fushën e teknologjisë së informacionit është duke ndodhur dhe do të shkojë duke u zhvilluar edhe më tutje pikërisht me aplikimin e inteligjencës artificiale. Nëse një nxënës e kalon testin e maturës, pra me sukses kuptohet, pse duhet i nënshtrohet edhe një provimi pranos në fakultet? Po, në disa fakultete, konkurenca për të regjistruar është mjaft e lartë, sikur që është për shembull fakulteti i mjekësisë me degët e caktuara që janë aty, dhe konkurenca, siç thash, është shumë e lartë, por edhe besueshmëria në testin e maturës dhe në kisha më thonë në vlerësimin real të njohurive të nxënësve, mund të themi që edhe mungoj. Mungon në raste të caktuara, andaj edhe është vendosur që faktikisht si një testim shtesë të kemi edhe një provim pranues. Mirë, po në asnjë mënyrë mos harrojmë që nxënësit marrin pikë edhe për suksesin e përgjithshëm që kanë pasur në 3 vite, por edhe natyrisht në testin e maturës. Andaj si tërësi e pikëve, definitivisht do të del një rezultat më real. Unë personalisht jam i mendimit që fusha e mjekësisë është në të vërtetë jashtëzakonisht e rëndësishme për shkak se kemi të bëjmë me shëndetin e njerëzit dhe përgjegjësia është shumë e madhe dhe janë për atë që të filtrohen dhe që vetëm më të mirët të kalojnë në këto studime, por mos çuditemi edhe të mendojmë se gjithçka është edhe aty 100% reale, për shkak se e dim që gjithmonë fëmijët e profesorëve, fëmijët e mjekëve gjithmonë i keni do thotë që kalojnë çuditërisht. Por jo edhe të tjerët. Po ashtu flitet dhe ka edhe dhëna që në shumë fakultete ka mungesë të interesimit të nxënësve ose studentëve për të regjistruar. Kjo ka bërë për shkak të sektorit privat, po mendoj që po shkojnë, por ka edhe migrimi, ka shumë faktor. Pse ka deri te kjo ditë, te kjo moment që shumë fakultete të cilët ka pas konkurrencë të madhe është dashur për konkurruar aty dhe për të pritur rezultatet. Gjushëm disa sot shumë fakultete kanë krizë të numrit të studentëve që i kanë pas ndoshta para 5 ose 10 viteve. Është shumë e vërtetë që në kuadër të universiteteve publike në Kosovë, po flasim për to fillimisht, është shfaqur një fenomen i mungesës së studentëve në profile të caktuara. Kjo para së gjithashtu lidhet me faktin e mungesës së perspektivës për studentët që studiojnë ato drejtime. Dhe kjo faktikisht si fenomen është identifikuar më shumë pra në drejtimet në të cilat është pothuajse e pamundur që ato të shndrohen në një farë aktiviteti biznesor në sektorin privat. Pra të gjitha drejtimet që kanë një farë prapavije dhe që mund të ushtrohen në sektorin publik, por njëkohësisht edhe të kthehen në aktivitete të biznesit privat, ato janë atraktive dhe do të mbeten atraktive. Kurse drejtimet të caktuara që ndërlidhen vetëm me sektorin publik dhe që mund të jenë ato shkenca shoqërore, besa dhe ne patëm fenomenin e njëjtë të shfaqur edhe në drejtimin e studimeve
të gjuhës shqipe, për shembull, që ka pasur jashtëzakonisht numër të vogël të studentëve të interesuar. Krahasim me vitet e mëparshme. Po si do ta materializon për shembull një student të analizojë në prizmën e sqarimeve që dash. Si do ta materializon një student i cili përfundon nivelin bachelor dhe master të studimeve dhe të kthehet të krijojë një biznes, për shembull, duke qenë gjuhëtar i specializuar. Për shembull, ka njerëz që mund të thënë po ata mund punojnë edhe si përkthyes ose si lektor e ku ta diun, po duhet ta kuptoni që numri i studentëve që e kanë tashmë të arritur këtë nivel të gradave, bachelor, master, po ndoshta edhe doktoraturës është mjaft i lartë dhe studentët e shohin që edhe ata vetë përballen me probleme të natyrës materiale, pra nuk kanë se si të punojnë dhe që detyrohen të punojnë pastaj në profesione tjera. Por drejtimet që ndërlidhen me sektorin privat dhe që shohin dhe që studentët i shohin ato si potencial për të bërë biznes në të ardhmen, natyrisht janë shumë të kërkuara. Pastaj është kërkesa e tregut, për shembull për drejtime të caktuara siç është për teknologjinë e informacionit, për njohës për shembull të financave, për njohës të tregjeve financiare, apo ku ta diun për drejtime të caktuara të ekonomisë, besa edhe të juridikut, mos ta harrojmë se sot të jesh notar ose avokat i suksesshëm do thotë të kesh një biznes shumë profitabil, andaj edhe njerëzit i shohin këto. Arkitektura si është? Edhe arkitektura ka, mendoj, numër mjaft të madh të rinjve që interesohen për shkak se ndërlidhet me sektorin privat edhe E kërkon tregu i punës. po sigurisht e kërkon shumë tregu i punës. Promovimi i shkollave, do thotë pozicioneve proshkollore private nga liderët tanë që na udhëheqin. Pra në një forme ata edhe shërohen edhe mjekojnë në institucione private të mjekësisë, njëkohësisht edhe fëmijët po i shkollojnë në institucione private shkollore. Ka ndiku kjo që kur vetë ata që përfaqësojnë shtetin nuk e besojnë në institucioni publik arsimor, si me besu të tjerët që ka cilësi në një ambient siç po krijohet tani. Po për mua kjo tregon më së miri atë mendsinë e liderëve politik, por edhe të përfaqësuesve, jo domosdoshmërisht vetëm të liderëve, për shkak se njëjtën mendësi e keni edhe në nivele të ministrave, të këshilltarëve edhe të gjithëve që kanë diçka në dorë në sektorin publik. Pra kjo tregon se ata në ndërdijen e tyre dinë që sistemi publik i arsimit në një formë përballet me probleme shumë të mëdha, përballet me sfida, me mungesa në infrastrukturë, përballet edhe me erë, siç thoshin para disa kohësh politikanët tonë me erë të kanalizimit, por që fëmijët e tyre janë aq të çmuar, aq janë me vlerë dhe aq duhet të kujdesen ata për ta, saqë duhet i dërgojnë në për shkolla private. Por çka po ndodh me ata fëmijët që mbeten në këto shkolla të mira? Çfarë ndodh në ato kushte të higjienës ku mungon kujdesi elementar, askush nuk reagon për këtë. Pra në një formë liderët politik nuk janë edhe të interesuar që ta përmirësojnë këtë gjendje sepse fëmijët e tyre nuk përballen me këto probleme. Andaj ata shumë më lehtë kanë të mendojnë në zgjidhje parciale të këtyre problemeve, duke u mundësuar që fëmijët e tyre të shkojnë në shkollat më prestigjioze, ku edhe pagesat janë jashtëzakonisht të larta për kushtet e fëmijëve, mirë po ata nuk vuajnë nga mungesa fondeve. Kanë fondeve. problemin e kostës. Nuk e kanë absolutisht. Por te cilësia, mund themi, sepse është një lloj propagande nëse mund themi që ata që përkryjnë shkollë private janë më suksesshëm se sa ata që përkryjnë shkolla në institucione publike. Po Për nëse infrastrukturë dim që po, por fjala është te cilësia tek produkti. nuk kisha dashur ndoshta për shkak edhe të opinionit që shohemi shumë në një debat të tillë krahasimtar, mirë po personalisht unë mendoj se nuk përparësia që shkollimi privat u mundson të rinjve nuk ka të bëjë vetëm me infrastrukturën, ka të bëjë edhe me rendin shtëpiak, ka të bëjë me disiplinën, ka të bëjë me numrin e nxënësve, me personelin e përzgjedhur
nëpër këto shkolla dhe me shumë gjëra tjera që tash mos tim gjitha për shkak edhe të kohës ti analizojmë, por gjitha këto nga pak e ndikojnë atë rezultatin final. Dhe unë mendoj që shkollat private definitivisht shumica për tyre, jo gjitha, mos të i fusim gjitha në një thes, sepse edhe aty ka laramani në cilësi, mirë po, ato që janë të njohura me të vërtet për cilësi, ato dallojnë shumë prej shkollave publike dhe prej mënyrës së organizimit, menaxhimenti i tyre, mësimdhënia, infrastrukturë. Shumë faktorë ka. Veçantë. Atëherë kemi në fundin nderuar, po dëgjojmë shpesh shumë nëna, shumë baballar kujdesen për mënyrën se si me këshillu djalin se vajzën me përzgjedh në çfarë fakulteti ka më shku ose duhet të shkoj. Kuptohet jo për ta imponuar, ndoshta për shkak të dëshirës së një nane, së një babe me pa djalin nëse vajzën mirë, ndonjëherë mund t'ja ndryshoj kohën e një fakulteti nga në shëndetësi shembull në arkitekturë ku dione. Sa është roli, sa ka ndikim roli i prindit në këtë rast për më jap ndonjë këshill ose edhe pse jo jam një lloj sugjerimi fëmijës që shkon në këtë fakultet, krye foltën se është më mirë, ka parë ose është më i lehtë kështu në radhë. Po unë mendoj që secili profesion e ka rëndësinë e vet në zhvillimin e shoqërisë dhe padyshim që gjitha këto laramani profesionesh dhe mënyrat faktikisht të shkollimit dhe nivelet të ndryshme që arrin njerëzit, gjitha këto e krijojnë e plotësojnë atë mozaikun në shoqërisë që në mënyrë që të kemi si themi mbulueshmëri të tërë sektorëve që i duhen një shoqërie efektive. Sa i përket prindërve, unë mendoj se do duhet i lënin fëmijët deri në një shkallë të lirë që ata të eksplorojnë dhe të shohin se ku janë intereset e tyre më të mëdha, çka dëshirojnë, çka ju pëlqen atyre dhe që pastaj në bashkëbisedim të shohin se ai profesion ose ajo çka ata shfaqin si interesim a ka perspektivë në Kosovë dhe të shohin edhe këto aspekte tjera se keni plot njerëz që diplomojnë edhe në fakultetet të cilat fatkeqësisht nuk kanë ndonjë lloj perspektive të theksuar dhe pastaj kur ta përfundojnë krejt studimet ata thonë mirë, po me pas ditë që nuk mund të bëj asgjë me këtë fakultet, ndoshta se kisha kry fare, kisha shku diçka tjetër, ka edhe shumë tjerë që e nisin pasaj fakultetin e dytë ose kështu me radhë. Unë mendoj se përzgjedhja e profesionit është definitivisht një hap shumë i rëndësishëm dhe është me rëndësi që të rinjtë tonë ta kuptojnë këtë proces në kontekst të zhvillimit të tyre dhe të zgjedhin profesione që me të vërtet do t'ju duan në të ardhmen. Meqense jemi në fund të vitit shkollor, kisha pas dëshirë ndoshta që për shikuesit ta përmendi një libër udhëzues mjaft interesant që mendoj se do t'ju ndihmonte shumë të rinjve si në përzgjedhjen e profesionit, por edhe në zhvillimin e tyre profesional dhe fatbarësisht tash së voni ka dorë dhe është përkthyer edhe në gjuhën shqipe, kemi të bëjmë pra me librin e Robert Greene që quhet Mjeshtria. Mund ta gjejnë për libraritë e Kosovës, është një libër me të vërtet shumë i preferuar nga unë që këto kisha me thonë dilema që kanë bëjnë me profesionin, me mënyrën se si mund të zhvillohen, i sqaron jashtëzakonisht bukur. Natyrisht ne në një bashkëbisedim kaq të shkurt nuk mund ta shtjellojmë gjithë atë porosit të bukur që ka, por që librin e preferoj shumë që të rinjtë tonë ta lexojnë. Nderuar, faleminderit që ishe pjesë e këtij misioni. Faleminderit së ju. Të nderuar miqtërisë, kaq për sot, takohemi nesër dhe atëherë mirëmbëjtje me programet tona në vazhdim. Kush janë ekspertët që